Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë, vetëm për t'i ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Falenderojmë Allahun për këtë mundësi që sonte të jemi së bashku, duke lutur Allahun xhallahu ala që Hoxhën Abdulrahmanin me shpërbly për këto aktivitete, për këto takime dhe iniciativa të dobishme, së bashku me ekipin që e ka për krah gjithmonë, po edhe juve të nderuar vëllezër që keni ardhur sonte në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut azhër të takohemi e të trajtojmë së bashku tema që na përkasin dhe na brëngosin. Kemi pas rastin që në këtë xhami të takohemi shumë herë. Konaku i Hoxhës Abdulrahman për mua ka qenë gjithmonë konak i një mikpritjes dhe bujarisë dhe ftesave të shpeshta. Zoti i shpërbleftë, i nderoft. Andaj në kuadrë saj kom pas rastin që me trajtu tema të ndryshme. Por si kjo ju, si kjo sonte ju, për shkak se kjo prek shumë dimensione, edhe fetare, edhe sociale, edhe ekonomike, edhe politike, shumë aspekte, për shkak se mërgata dhe ne nuk jemi vetëm në aspektin e çështjeve fetare, por edhe në ato kombëtare e të tjerave që realisht na bashkojnë dhe realisht edhe përbëjnë edhe sfida për neve. Kjo temë shumë e gjonë, për faktin se edhe prek një spektër të gjonë të çështjeve dhe të problemeve, unë do të mundohem maksimalisht të jem shumë i kujdesshëm dhe i kufizuar në atë që si Hoxhë më përket me folë. Do me thonë, si mundemi na me i identifiku problemet tona, po edhe mundësit tona nga perspektiva e udhëzimeve fetare. Një mërgat që ka dalë nga vendi jonë për arsyet shumëta e më spaku për qef e më shumëti për, do me thonë, probleme të shumëta të paraluftës e pastaj të pas luftës, por ja që ky ka qenë edhe kaderi Allahut azza wa jall që të kemi edhe ne si popull mërgat jo të vogël jashta trojeve tonë. Përballë me sfidat të ndërruazër është tashmë diçka vetëse e rëndomt, prandaj edhe këto sfida janë të fushave të ndryshme. Unë dua që, sikur se thash, të përpjekem spaku të trajtoj këtë temë nga aspekti i qasjes fetare. Mërgata, po e vërtet, mërgata jonë që janë atje jashtë, që kanë dalë nga vendet tona, por më shumë nga aspekti fetar. A kanë edhe tjera probleme? Pa dyshim se po. A ka tjera sfida? Po. Mundësitin shumë të fushave të ndryshme? Po. Po nuk jam unë ekspert që t'i maj ligjërata mërgatës, se sajnë mundësit e investimeve në Kosovë, për shembull. Ose a është gjendja politike tashmë stabile që ju mundi më kthy në vendin e juve. Këto s'mund t'ju ligjëroj unë. Mund të kem preferencat mia personale apo me dikon muhabet personal, por jo ligjërim të kësaj natyre. Andaj, ndoshta dikush pret temën ta zërej shumë më tepër, ndoshta pret pika më tepër, por po e paralajmëroj në fillim se ka do të rrjedh, domethënë rrjedha e kësaj ligjërate. Fillimisht, ndërsa kjo ndarja ne dhe mërgata është një ndarje shumë formale, për shkak se në esencë të gjithë jemi ne. Nuk ka ne dhe ata. Ne nuk ndahemi në ne dhe ata, jemi një. Për shkak se të gjithë ata që janë jashtë vendit tonë dhe punojnë jashtë janë të familjeve tona, janë vëllezërit tonë, janë motrat tona, të afërmit tonë e kështu me radhë. Prandaj vetëm për shkak të titullit që të ketë një ndarje mes neve që rënojmë këtu edhe ata që janë jashtë, e sfidat i kemi nga njerët përbashkëta kanë të ndara, është bë titulli në këtë formë. Po ndyshe është një ndarje shumë formale dhe ne këmbgulim që të gjithë të jemi ne, s'ka ne dhe ata. Çështja e dytë në hyrje të kësaj teme të ndërozur është se mërgata për neve është
padyshim shumë më tepër se një them kështu kujdestar material dhe ekonomik për vendin tonë. Nuk duhet me shikuar që nga kjo perspektivë, po shumë më tepër se kaq. Prandaj minimumi i edukatës fetare është të jemi mirënjohës. Mendoj që ardhja e mërgatës në Kosovë verës, shpenzimet e tyre për rrugë dhe jo vetëm në aspektin material, por të kohës, e të mundit, e të shëndetit, e të shumë tjerave, tregojnë për kushtimin që e kanë para dheu dhe ne duhet jemi mirënjohës. Veçanërisht kur i shoh që vinë me fëmijë, unë shumë gëzohem. Nga se duhet më tregu se kudo që të shkojmë, këtu janë rënjët tona, ne jemi prej këtu. Prandaj mendoj që meritojnë me të vërtetë mirënjohje dhe falënderim nga shumë aspekte. Tjera gjëra mund të kemi dallime në aspekte të caktuara, por mendoj që edhe me qytetarët e vendit tonë kanë spajtojmë me gjithçka, por duhet me trajtu në kuadër të kësaj të gjithë jemi ne dhe duhet me vlerësu mundin dhe angazhimin dhe përpjekjen e çdo kujt, sikur që na ka mësuar Allahu Azza wa Jalla dhe pejgamberi alayhis salam të jemi mirënjohës njerëzve. Prandaj edhe shumë zhvillime që i shohim në vendin tonë në shumë aspekte, madje edhe xhamia, edhe shkolla, edhe spitale, edhe rrugë, po madje edhe kontributi i madh për lirin realisht e gjenë mërgatën me hisë të madhe në gjitha këto zhvillim dhe në këto arritje. Prandaj, realisht, mëne që ata që kanë dalë, se kanë haruar dhe në kur vendin përkatësin identitetin e tyne, dhe kjo është më të vërtet për të lavdëruar veçanërisht në vendet ku nuk është lehtë të mirëmbajnë gjitha këto sane, nuk ka lehtë me i mirëmbajt. Të ndërlozër, sa i përket sfidave ato janë të ndryshme, por në hulumtimet e ndryshme që mund t'i bëjmë sot nga studiues të ndryshëm që janë marrë me këtë çështje, do të gjejmë se sfida kryesore që gjithmonë të del në pa gjatë leximit është sfida e identitetit apo problemi që e has një mërgat e që ne në Kosovë kemi, po me tjetër ngjyrë, me tjetër format, jo me të njëjtin format. Edhe pse pastaj e kemi emëruar në përbashkët të sfidës, ajo është, domethënë, aftësia për të ruajtur identitetin dhe për të garantuar integritetin. Na duhet edhe mu integru, mos me qenë të izoluar, por të integruar me identitetin tonë, me parimet tona, duke filluar nga gjuha jonë, nga kultura jonë, nga feja jonë, besim jonë e kështu me radhë. Këtë problem të këtij integrimi nuk e ka vetëm Morgata, po fillon me qenë problem edhe tek ne. Nuk është i thjeshtë. Mirë po s'li ka ato, sikur që thash, format e veta të shpërfaqjes së kësaj sfide. Kur jemi te identitetit e ndërlozur, identiteti është një pyetje e madhe sot në botë, që ju gjithmonë njerëz dinë me i dhënë përgjigje. Ajo më e shkurta që ka të bëjë me identitetin, më e shkurtë me përmend është kush jam unë. Po me vetë kush je ti, çka i thosh ti? Nëse i thosh jam shqiptar, po, është përgjigje e saktë, por nuk është e kompletuar. Për shkak se identiteti nuk është vetëm gjuha, e as nuk është vetëm përkatësia etnike. Identiteti është më shumë se kaq. Edhe kjo sipas këtij studiuesve të kësaj çështje. Identiteti është edhe gjuha, edhe kultura, edhe etnia, edhe besimi, edhe profesioni është identitet. Njerëzit ndonë në identitet ndryshme në aspektin e profesioneve të ndryshme. Prandaj kush jam unë është një përgjigje që nuk është lehtë me e dhënë atë. E në aspektin fetar e kam trajtuar në vende ndryshme, kush jam unë, përgjigja fillon nga një bazë, nga një origjinë e vazhdon tutje deri në pikat që e kompletojnë këtë përgjigje. Shpeshherë ne kemi nevojë edhe në vendin tonë, po edhe kudo që jemi, realisht ta njohim kush jemi ne. Para se të themi se çfarë gjuhë flasim, me çfarë besimi kemi, na realisht duhet me kuptuar se para së gjithash identiteti jon ndërtohet dhe fillon nga të qenit njeri. Ne jemi njerëz. Dhe nga kjo perspektivë ne duhet me dallu nga të gjitha krijesat e tjera. Dhe kur i njeri dhe i krijuar, dhe këtu tash më ngritën pyetje të shumta. Me që jam i krijuar, kush më krijoi? Pse erdha këtu? Cili është qëllimi i ardhur në dunjë? Dhe përgjigjen këtu pyetje nuk është sot e lehtë. Po neve si musliman është e thjeshtë dhe e lehtë për shkak se e ka thjeshtuar shpallja. Po nëse e shohim sot për shkakun në shumë qarqe të botës moderne, si përgjigje nuk është e lehtë. Kush është njeri? Çka është njeri atë? Prandaj unë mendoj që
të arrujmë këtë bërtham të këtij identiteti nga pozicioni i të qenurit njeri që Allahu e ka krijuar me respekt dhe nderim, por gjithashtu edhe me qëllime të caktuara dhe nga nderimet më të mëdha që Allahu ja ka dhënë njeriu është mundësia me besu në Zotin dhe me adhuru Allahun te barekuhu teala, është pikë e rëndësishme që duhet me harrojt kudo që të jemi. Kudo që të jemi. Dhe dikush mund mu habit pse a është kjo sot e sfiduar po shumë. Sot njëri të ndërlozër ka ndërtuar gjithçka për vetit, mirë po ende nuk e ka qartë konceptin e ndërtimit të vetvetes. Kemi për shembull na keni pa ruajtje të ambientit, ruajtje të kafshëve, ruajtje të shumë aspekteve të botës sonë, kjo është në rregull, duhet me pas njerëz që kujdesen për këto. Mirë po shumë pak ka ata që kujdesen për ruajtjen e njerëzimit tek njeri. Domthon, jo me e rujt njerin në aspekte material dhe fizik, jo të drejtat e tij të lëvizjes dhe gjuhës, po me e rujt njerin nga tjetërsimi, më bo diçka tjetër që nuk është njeri. Psa, a mund me ku njeri kështu? Kurani përmend situata ku njeriu zhveshet nga aspekti i tij njerëzor, edhe pastaj degradon në nivele shqetësuese, apo degradon në nivele shqetësuese, ai në aspektin fizik mbetet njeri, në aspektin e funksionimit, në aspektin e synimeve, qëllimeve, realisht është i degraduar. Në momentin kur të ndërlozër qëllimi kryesor dhe final i një njeriu është aspekti i tij material dhe dukja e jashtme dhe më shumë të çka e kënaq njeriu është përshtypja të tjerëve, më nëse kjo është degradim. Ne jemi sot të sfiduar për me rujt atë aspektin human të njeriu, për me rujt natyrshmërinë e pastër njerëzore që Allah në te e ka krijuar njeriu. Se njeriu para se të jetë besimtar, ka një natyrshmëri të gdhendur brenda vetes së tij, që ajo është një lloj infrastrukture e fuqishme që më të ndërtohet pastaj besimi i tij. Allahu thot fitrat Allah. Është një natyrshmëri e pastër që Allah e ka krijuar njeriu në te. Pastaj këtë natyrshmëri edhe të ndërtuar me besim e quhen Allahu sibghat Allah, ngjyrimi që Allah ja ka jap njeriu. Këtë ngjyrim se kanë krijesat e tjera. Këtë ngjyrim sibghat Allah me këtë kuptim nuk e ka asnjë krijesë. Për shkak se njeriu është i ngjyrosur me tiparet e qenut njeri që e udhëheq dhe e ndërton këtë njeri me besim Zotin dhe njohjet e çlimet të krijimit, vullnetshëm, duke pasur mundësi me qenë diçka tjetër, që si ngjyrimi nuk e ka askush mundësi me kon. Melekët janë në besim, por janë të ngjyrosura nga Allahu Azza wa Jall. Nuk kanë mundësi me pas ngjyrë tjetër. Njeriu ka mundësi me pas ngjyrë të mosbesimit, të rebelimit, të shturjes, edhe ka mundësi me pas ngjyrën e besimit dhe njerit të formuar. Për zgjedhja e tij që ta ketë ngjyrën e caktuar nga Allahu te barekutaala me vullnetin e tij dhe bindjen e plot e bën njërin e veçantë. E sot ky ngjyrim është i sfiduar. Ky ngjyrim është i sfiduar. Sot këtë njerëz nuk e kanë njëjtën ngjyrë. Fatkeqësisht jemi të larmonizuar me koncepte, ideologji të shumta që shpesh herë e deformojnë njeriu dhe e bëjnë të shturur në fusha të shumta të jetës. Dhe konsideroj që kjo është sfidë edhe jona, por edhe vëllezërve tonë në mërgat. Si kanë mundësi me rujt identitetin e tyre bazik të qenurit njeri, jo me aspektin fizik, por me aspektin e koncepteve që njeriu e mbajnë e përsi ndaj krijesave të tjera. Për shembull, të ndërozën, nuk është e pritshme, për shembull, arsyeshmëria e veprimeve nga një kafshë. Nuk është arsyeshme. Pra me thonë, me vetë në kafshë, si mund si asë me pyjtë, po thonë kushtimisht, ose një bim, apo çka do qoftë, nuk i mundësi, për shembull, me e qërtu mbi bazën e veprave të pa arsyeshme. Nga se arsyeshmëria e veprimeve nuk është e pritshme ka ta. Mi po njeri, për shembull, nëse bën veprime dhe janë të pa arsyeshme skajshmërisht, dhe në shpërputhje me natyrën e tij qortohet njeri apo. Dhe sot ky intonacion i qortimit të njeriu për shkak të daljes nga konturat e natyrshmërisë është bërë gati se i normal. Pse më përzihesh ti apo? Për shembull, para ku ka puna të vëzër, nëse njeri e kshon në vajzën e tij se nuk bën me dal kështu, nuk ka rregull kështu me dal, apo ose njeri për shembull flet kundër zhveshjes enorme, absurde, apo konsiderohet diçka jo njerëzore dhe ndërhyrje në të drejtat e njerëzve. Ka nuk është sfida? Sfida është. Kjo sfidë deri ku kena drejt me thonë dikujt mos bëj diçka keq. Andaj mendoj që këto kufizime që po tentojnë që duke kufizuar hapësirën e përmirësimit të zgjerojnë hapësirën e shpënimit janë sfidë.
Janë sfidë për neve dhe për kejt ata që janë jashtë, po të na manifestojnë forma tjera, e të mërgata forma tjera, por unë konzoroj të ndërozër se seriozisht duhet njëri me vetë në ti, a jem njëri vëllona. Sinqerisht, kur një njëri të ndërozër vret qindra fëmi, a së shpytje me dhëtë, a je njëri vëllona, a vret njëri fëmi. Për shembull, a së shpytje kjo? Me pyet për shembull kur vret gratë pa fajshme, civil, njerëz të uritur, të prit në ram për bukë për ujë, vritet. A së shpytje legjitime, a je njëri vëllai? A është pyetje legjitime, a je njëri? Për shembull, a kemi pasur në vendin tonë njerëz që kanë masakruar, kanë ngrinje, gra, burra, fëmijë. E çka më thon këti? Ti thua a je besimtar? Nga se pyetja a je besimtar është shumë e avancuar për të. Është fazë shumë e lartë, është shkollë e lartë për të. A ti duhet më mos mori, a je njëri më të? A bën njëri këtë punë kështu më vëllai? Shikoj pejgamberi sa edhe në betejë me kundërshtarët ka insistuar që shokët i me erujt aspektin njerëzor. Mos vritni, mos bëni, mos shkatroni. Jemi njerëz. Andaj ndonjë nga mesazhet me pas konflikte, pas probleme. Kushtimisht edhe lufta, po njerëzoria na mban deri dikun të kujdesshëm. Ndaj kujt me drejtu armën, me kujt mos tas për tjera ata. Pastaj për shembull të ndërlozë, kjo pangopsi kaq e madhe njerëzve, apo që jo me 7 barka, po njerëzit realisht lakmojnë sot sikur se mi pas 7 barka. A je njëri vëllai? Në kësi pangopsie shprej kafsha, sa herë ti jepsh ai merr, sa herë ti jepsh ai han. Po njëri, andaj të ndërlozë, këtu është origjina e problemeve tona. Kemi degraduar edhe jemi të sfituar edhe në kalan e fundit. A jemi njerëz më vëllai? A jemi njerëz? Të ndërlozë, nuk është çështje veç ibadeti, nuk është veç çështje për shembull adhurimi e besimi, por çështje njerëzore, më njëri më kujdes për babën për nënt vet. Njëri natyrshëm e don babën e nënt, natyrshëm. Zbeja e këtyre raporteve dhe tendenca që të bëhet raporti me prindit vetëm biologjik dhe material është rrezikim i njerëzorës para se të rrezikim i besimit. Prandaj me këto koncepte po rrezikojmë në kalon e fundit të qenit njerëz. A je njëri vëllai? Për shembull të ndozë, nëse një njeri e vret babën e vet, kushtimisht e vret babën e vet, ai spytet a je musliman vëllai? Se këto se bën as krishteri, as qifuti normal nuk e bën këtë punë. Andaj pyetja është, a je njëri vëllai? Qysh e vret njëri babën e vet? A je njëri ti? A kupton ku ka ardhur sfida e problemeve tona? Prandaj na duhet që të ndozë të ruhemi dhe ta mbrojmë këtë themel të rëndësishëm me të ndërtohet gjithçka. Jemi njerëz, pastaj edhe jemi besimtar. Nga se njerëzoria nuk kompletohet, nuk ruhet dhe nuk funksionon pa besim. Nuk ka mundësi. Nga se besimi e mirëmban njerëzorën tek njeriu. Ai e mirëmban. Nëse njeriu nuk ka besim, njerëzoria e tij let pastaj shturet, se s'ka elemente që e mbrojnë. Nuk është mjaftueshëm i imunizuar për më mbrojt nga tendencat e çnjerëzimit. S'ka mjaftueshëm imunitet. Kush e imunizon njeriu që të reziston gjitha përpjekjeve për çnjerëzim? Besimi. Që ta Allahu te barek ve taala të ndrozur në surën Ar-Rahman, kur numëron begatit që e ka dhënë njëri, që ka thot Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. I gjithëmshirshmi, i cili njeriu t'ia ka mësuar Kur'anin, pastaj e ka kriju insanin dhe ja ka mësuar me fol. Normal, në aspektin kronologjik të historisë, mas pari është krijimi, pastaj është komunikimi, pastaj është Kur'ani. E pse ka ardhur Kur'ani mas pari? Për treguar se Kur'ani është mbrojtës i të qenit njëri apo. Allah e ka dërguar pejgamberin dhe e ka zbrit Kur'anin që njërin me rujt mos me shpërthy, mos me dal jashtë kufive të njerëzorës. Jashtë kufive të njerëzorës. Sot e shpjegoj në xhami besatimin e parë në Akabe, kur ka ndodhur një grup nga ensarët 12 vet tek pejgamberi alayhis salam me dhon besën se na kemë të besuti. Shikoj domosë, është e mrekullueshme, është mahnice, mbi çfarë baza pejgamberi sa më ka marr besën. S'ka besatim, për shembull, në të kuptim të përfitimit personal. Ja, absolutisht. Ose për shembull të përfitimit material, absolutisht. S'ka thonë pejgamberi vinë në Medinë, sa më vani rrugën. S'ka fol për këtë punë. S'ka thonë vinë në Medinë te jo, ma shpinë ku e kam apo. Absolutisht për këtë punë s'ka fol.
Shikoni për shembull çfarë qasje universale për dobinë e njerëzve. Pejgamberi e fillon me 12 njerëz me dinën apo. Dhe besoni Allahun, mos i bëni shirk Allahut. Mos u degrado. Në momentin kur ti realisht lutesh vdekurit, idhullit, gurit, drunit, ti degradohesh Allah. Allahu do të të ngrit që mes ti dhe mes Allahut s'ka pengesa. Ti je në tauhidin e pastër. Jene në njohurinë e pastër të kulluar me Allahun te barekuhu teala. Pastaj më saj çka ka thënë pejgamberi? Besë për jamër. Allahun ta adhuroni. Mas pa raporti me Allahun xhallahu. Pastaj çka? Pastaj ju ka thonë mos bëni keq përdorimi, mos vjedhni, mos vrani, mos gënjeni, mos akuzoni, mos pyfni një tjetrin. Për të mirën e juve. Kallëzama në një nga këto nene, çka përfiton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Kurrë. Jo përfitoni. Andaj që nga dita pari u ka dërmu se ka marë për të mirë në juve. Andaj natën në vëzër, në ruajtën e këti njërzimi, sot jemi të sfiduar. Por, ka mundësit shumë të elhamdulillah sot, me shpjegime, me udhëzime, me argumente, që të mbrojmë këtë natëshmëri dhe këtë prak të rëndësishëm të vazhdimi tutje me sfida tjera, por edhe me mundësit e tjera. Na sot në vëzër edhe në kuptimin fetar nëse shohim konsideroj që krahas kësaj të parës ka sfida edhe mërgata edhe na, po të mërgata është e më të teksuara dhe kanë forma tjera, janë sfida e modelit, shembullit. Sot për shembull është vështirë të ndozër, është vështirë sot që prindi me qenë model për fëmijën e vet. Model me qenë. Përpara për shembull fëmijët e vegjël, unë e mojnë men, kush është më i vjetër, më mirë mojnë men, po flas për matin, është ai ka 40 vjet, 50 vjet apo, e pa vetë çdo fëmijë sikur do të bëhet si baba. Baba o konkret apo. Apo tash i mramti që do më bëj se ajo është baba. Së shembull për ta, nuk ka referencë për të, ç'a din baba? Ç'a merresh baba? Nuk din baba, që jepja që GPT-s di me ta qela ato. Kushtimisht. Jepja këto nuk di me bo, baba s'ka llogarinë Snapchat, s'ka atje. Ç'a din ky baba? Baba s'din. Baba realisht është shndërruar në servis. Don duhet me të marrë me kujdes derisa të pavarësosh. Kur të pavarësosh, që të vyjë në baba therr, se këtu jam. Fatkeqësisht apo. A nuk ka sfidë kjo? Pavësia me të kalu sfidën e modelit nga shtëpia, përcil pastaj edhe në rrugë, edhe tutje apo. Sot për shembull të ndërvozë. Zakonisht tek njerëzit a janë model shkencëtarët? Kush do koftaj? Hiç so musliman. Ama për shembull do më kon si filoni për shkak të dijes që e ka. Apo do më kon si filoni për shkak të parave që i ka. Sikur do më kon ndrinja ju atje qenin perëndim apo. Dihet Allah. Unë do më marr sepse ka para shumë. Do më të ndërvozë nisma nuk është nis e kontributit, po është nis me përfitimit, o më në që ka rrezik apo. Don nuk nisemi në profesionin ton, në formimin ton, mbi bazën e shtigjeve të kontributit. Unë po duhet të thotë se populli jam hjek për shit punë. Unë do më bëj mjek, se s'kemi mjek mjaftueshëm. Unë do më bëj hoq, se s'ka xhallan mjaftueshëm. Unë do më bëj biznesmen që të ndërtojnë vendin tim, në kuptim të kontributit. Dhe shërbimet, jo zakonisht nisma është në kuptim të përfitimit. Dhe mendoj që kjo çësje e mrapshtuar është sfidë. Çu shka me kthy në normale. Çu shka me kthy në binarë të duhur. A nuk është sfidë kjo? Vallahi sfidë është. Sfidë është. Madje kësaj sfidë i flet vetë prind. Do t'ju bëra më shkop këtu se këtu s'ka para. Që tu shka se ka para atë. Po në rregull, s'po duhet me aspekte materiale, se duhet me përfitu. Jo pse duhet me kon piknisja aspekte material, përfitimi, kalkulimet personale egoiste, sa fitojmë na. Hajde ponisimi, sa fiton populli jon, sa fiton vendi jon. Çështu munis. Edhe shteti duhet shumë organizu. Ndarjen e profileve, sektoreve në përshkolla, ku do qoftë, të shkollojmë njerëz që nesër shërbin vendit. Por ju të bëhet për shembull një profil me mbi ngarkesë hatash me të madhe kadrovike, e tjetër se kemi asnjë se duhet jashtë me marr me dikujt atë. Kjo është ndarje shumë e padrejtë, për shkak se s'ka çësje duhur kashi kadrove, potencialit, talentëve. Dhe kjo është sfidë. Andaj sot mëna kurse për shembull orientimin karrierë. Këta të shkollë gjun, s'din kam jam, e çka më bëun ata? A më kupton? Se s'ke mësuar çka më bëun.
S'kem su që ka më bua, më thënë. Dhe në rëzër, shikane për shambull, nonën e Enes ibn Malik, nonën e Enes ibn Malik, ka qenë një grup me të vërtet e veçantë. Buri saj, Malik, se Enes i biri Malikut, baba i ti, baba Enes Malik ibn Nadr, s'ka mujt me pranu islamin. Pse? Se ka pi alkohol shumë, ka në kjo manod rakin, unë sun, e ke po të njerës, se ndërin të fin, pëse rakia zbën, para mëna. Qëfar bindje dhe argumenti fuqishëm, nejse, e ujk i shamë, ka me të kjo gruje vej, me djallë të vogla. Dhe, dhe më thonë, e ka po që shok të pejgamberë sa më njerës tjerë, gjithë kush po i njëmën pejgamberit me diqka për. Pra në dikush po, ja Rasulullah, unë jam për qitë punë, unë jam për qitë punë, unë jam për qitë punë. Se ta shteti i ri, ndërtimi i ri, shumë shtigjet hapura, shumë kufit pa mbrojtur, shumë shërbimet pa kryera, duhet më boset, kush i bën këtë punë me dine. Ajo ka po që ka me bo kjo gure vej, ngratë, pasuri jo, forcë jo, s'ka diqka, e mërë djallëve e nësë ibn Malik përdole, 10 vjeti ka posë. O të janë Rasulullah. Po është që njerës për të nimbojnë në forma ndryshme, bëllaj s'kam me qka, po të adho djallin tem bën hizmet, sa ati i lazëm, po të ripa ta, ma le bën hizmet të jove. Shka të me qëfar qasëm, shka qëfar qasëm. Djallin e vetë, mu me të pa burë, qaj djallin? I ka thonë merre, gjinë e dikon. Peke mesë me ka marë, jo me bo hizmet, po për me eduku që mu bo transmitu si maj madhaniteve Enes ibn Malik, radiallahu ta'ala në. E ka bo djetarë, e ka marë shërptor, e ka bo djetarë. Që kjo është pejgamberi Alehi Sratu Sëramu? Që kjo është? Në shpeshe njerës t'i marim për djetarë, i këthej në hyzmeqarën e shërptora. Andaj, ti qka ke përzidh? Kudo që tje? Kudo që tjeni? Në mërgat, larë, nga, kudo që tje? Realisht, aktivitetet qka i bën mirë venit tënë? Familjes tonë qka i bën? Apo, valla në zonë jem, punë tonë e kemna. E që kjo është egoizmi i keqë që na po e luftojmë? Që kjo që mungesa është i modeli dur, si kush do më boti? Të nëzë, kur themi do më boti si gjyshi, si baba, nuk kupton kënë aspekt në mjetëve. Në baba s'ka pas telefon, asë s'kam tërë. Jo, valla, sa për këtë punë. Mere kirin matë mirë në mëshë, telefonin matë mirë në mëshë, si nato kërkush. Po në aspektin e mentalitetit. Ai përshamë me qësa ka mujtë, sa e ka pagu qmimin e kontributit, të parë tonë. Sa e kanë për shembull hoxhallar të vëzër, në të kaluamën, në kohët komunizmit, ose në kohët pushtimit. Sa ka pagu qmimin me kon hoxh? Shumë shtet vëzni. E ka fol sabajin, mas sabajit ka shku në stacionin e parë me dhënë deklarata ato. I ka pas 5 nxans, për çfarë do të më thosh ditë për ditë deklaratë, me shku me kallzu, pse po mëson çka po bën apo. Sot kush nal me do të fol sabajin. Me fol pa jo 5.000 fëmijë bën në xhami, kur policia sa cakon derën për këtë punë. Elhamdullah që i kemi ato. Elhamdullah që i kemi këtë vend që ashtu ato. Apo ai çashton, çato kryen, çato situata, fshija ka minut. Jo, po s'bën me lon. S'bën me lon ato. A ne mëshelë shkollat. Çka bën? Mi çel më shtëpiat. Diçka do të më bë. E çka mentaliteti i rezistencës kundër të keqës, më ne që ka vënë më do absolutë nafta. Na po dorëzojmë më shpejt. Edhe më lehtë për shkak se po kalkulojmë rezistencën me interes personal atë. Nëse e lëshoj, tani më thojnë, tani më bojnë, tani s'mi japin. Ai kështu s'ka kalkuluar. Vallahi të kishin me kalkuluar ata që i kanë shtëpiat për shkolla, se nëse e lëshoj shtëpinë vjen policia, kush se kalkulua. Se ka di që vjen. Ma kallin shtëpinë, edhe këtë e ka bëu hesab, edhe këtë e ka bëu kabull atë. Prandaj të vëzëm modeli, si kush për kënd po i falin shtëpia fëmijëve tu. Ai fol për të kaluamën, ai foli për trimat, herojt tan, për ata që u sakrifikuan, ai foli për sahabët e pejgamberit, për te historisë tonë, duke shkuar më thënë atje, për pejgamberin asam, si kush më kon, si kush më kon. Na sfidum në model. Shkoj të ndrozë, fatkeqësisht sot për shembull, çfarë modeli po ofruan vëllai. Shikoj çfarë modeli po ofruan apo. Modelet e shturjes, degenerimit apo. Modelet e njerëzve që nuk ofrojnë kurgjë më shumë se argëtim. Kurgjë! Por është argëtimit. Domthon edhe në aspektin e koncerteve, edhe në aspektin e kampionateve, edhe në aspektin shumëta. Në rregull, njerëzit të lirë me marr pjesë ku dojnë. Mirë po,
krejt interesime kon qatje, kur po bëhet, se që e jep kuptim jetës, unë që është qetësuese. Ne jemi të sfiduar në këtë aspekt, modeli që i jep kuptim jetës tonë, modeli që na motivon, modeli që kemi përpara e shikojmë, duke filluar nga pejgamberi alayhis salatu wasalam. Ajo shembull jon. Si ka qenë pejgamberi alayhis salatu wasalam? Si ishte ai? Si ishte ai në familje me gruan e tij? Si ishte ai me shokët e tij? Si ishte ai me fëmijët e tij? Si ishte ai me fëmijët? Si ishte ai me kundërshtarët e vet? Me kundërshtarë, me armiqt? Armiqt, si ishte? Edhe ata që s'kan besunte të nëzër, edhe ata që e kanë kundërshtu, por i a kanë bunit mirë pejgamberësëm, se ja u ka harru kur atë. Sot i bënë shumë mira, për një qka të harran kejta për. Që së shamët pejgamberi alayhis salatu wasalam. Andaj të nëzër, na duhet me përmovu këtë figurën e Muhamedit alayhis salatu wasalam. Dhe figurën e njerëzve djetarëve tonë, edhe herojnëve tjere, kështë mëllat që janë shambull edhe i guximit, edhe i bujarisë, edhe i trimnisë, edhe i kontributit, edhe i shumë aspekteve të jetës. A unë mund mënej që sfit e kemi modelin, por mundësia për ta ballavgju këtë sfit është shumë e madhe, se nuk kemi të varfur në modele. Kemi modele edhe për eksport. Sa dush, krejt dunjas jap model. Veç Muhamedi alayhis salam është modeli i mjaftuar. Krejt bota me marr për ti, ai s'harqitet atë. Kanë sa dush marr për ti. Në çdo kohë, në çdo situatë, në çdo rrethon, çdo profil, çdo kategori, ka që ka merr nga Muhamedi alayhis salatu wasalam. Çdo kategori. Të ndërëzër, mos shikoni që ka flasin njerëz të rrugëve, apo, ja, nësë mirëm me të rrëve kategorijet. Shikoni njerëz studius, s'kan besu në pejgamberësëm, s'kan besu, punë të vete ka pas, ama studimi për këtë burë, ku i ka që ka kanë thonë? Studius majtë të përendimit, që flasin për arritët e Muhamedi alayhis salam. Ma djetë në për libe ka me dosë njëriu më me ndikim historit njerëzimit. Ndryshim matë malë që kjo burë ka bua pëta. Njëri për ty në ka thonë, historia ka pas shumë burra që e ka ndryshu historin, por burra që historia s'ka bujt me ndryshu, s'ka pas një, Muhamedi alayhis salam. Kajtë historia po bashkë, me ndru pejgamberin s'ka mujt. Ai ka qëndru me barimet e ti dhe me bazët e tjeve. Ajnë të rëzër, ku jena në me pejgamberin s'ka? Atje ku jemi, në mërë, ku do që t'jemi? Natën ditëm i vonë, që kjo është pejgamberi, që kjo është irnikun, që kjo është shambulli jonë? E pastaj me radhën. Pa jemi të sfiduar. A mundësi ka shumë? Ka libra, ka ligjerata, mundësia kontakteve, pjesëmarrje për kurse, seminare caktuara, që duhet edhe ma tepër me u organizu, që të mësojmë për Muhamedit alayhis salam. Kush ka qenë ky figurë? Kush ka qenë ky burr? Në besim, në adhurim, në përkushtim, në sjellje, në edukat, në trajtim me tjerë e kështu me radhë. Prandaj modeli është sfidë të ndosur. Modeli është sfidë që kemi nevojë me të vërtetë këtë sfidë me e ballafaqu me pasurinë e modeleve tona, me pasurinë e shembujve tonë që kena jo vetëm për veti, por edhe për të tjerët. Andaj të ndosur sfidat janë të shumta. Unë fola për sfidën e origjinës, bazës të mbetemi njerëz, për sfidën e modelit, apo? Dhe po du me e përmbyllë edhe me një sfidë. Mos me e zgjatë shumë në këtë natë sonte, e përsa është ka sfidat shumë të apë. Mirë po, sfidat, si kur që e thash, mund me konë, edhe gjua o sfidë, me rru gjuën, edhe edukatë o sfidë, me rru edukatë, këtë nuk të sfidat, po i përmblodha në dy të mëdhaja, nëse ka pejgamberin model, edhe gjuhën ka me rrujt, cëllën gjuhë, Shqipe, se pejgamberës me ka mësu me rrujt gjuhën e popullit vetë, mëndaj nëse dënë pejgamberin, ka me rrujt gjuhën e vetë, nëse dënë pejgamberin, ka me rrujt rënd të vetë, ka me dosh vend në vetë, nëse din kush e pejgamberit i alayhis salatu wasalam. Dhe sfida me nej e tretë, që me ta nështë me përmbyll, të nërëzë është edhe sfida e unitetit. Ne funksionojmë, elhamdulillah, ka zhvillime, edhe në përëndim ka shumë xhamia që po qelen, po hapon, po edhe tjera institucione në shumë të komunitetit. Mos lasëm të na, por unë po du me bu një pyetje. Në raport me sfidat, krizat, rreziqet, apo, a jemi të unifikuar sot duhet, do në uniteti jonë a është i përkthyer
Në raport me sfidat, absolutisht jo. Shumë më shumë të rrezikuar. Shumë më shumë kemi probleme se që këto probleme kanë ndikuar me ilon do banalitete e mu bashkuar. Ne jemi sot në vëzër të rrezikuar edhe në qëndësinë tonë ekzistenciale si popull, nga tendencët e përçarjeve, tendencët e çarjeve, tendencët e ndryshimeve të shumta që në fundit nuk do të më lën as shqip e as musliman. Besoni që ata po na lëvojnë islamin, të vëzër, nuk është çështje islami. Islami është një kështjellë e fuqishme që po na mbron kombin dhe po na mbron gjuhën. Dhe ata e dinë shumë mirë gjatë historisë kush ka qenë gardiani i fuqishëm që na ka ruajtur këtë që kemi sot. Kush ka mbjell tek njerëzit atë dashurinë, e kush e ka mbjell tek njerëzit solidaritetin, e bashkëpunimin, e durimin situata ndryshme. Njerëz kanë të pa bukë skandal. Pse e kanë që duhet të merret vendin ton? Kush jau ka mbjell kët? Kush jau ka guximin? Ahireti, kena me dik, donin për Allah, apo, andaj, të eshe, Islami është i ngjeshur thellë në ADN-n e popullit tonë, në qenjën tonë, apo. E tash, për me na shpërbë edhe si kamp, është një kale, që duhet qatë kale me rëzua, pëtën. Dhe arme gjithë më kanë tentu, me vujt për qare fetare, me luftu Islamin, në forma caktuara, kështu më radhë, nga se e kanë di se, për sa ka Islam tek shqiptar kanë me metë. E rruga me thjesht është ti shpërbëjmë fetarisht, pastaj i shpërbëjmë edhe kombëtarisht, për shkak se futim thika, përçarje, vrasje, çka jetë pastaj për neve. Pa e të vëzër, ti shes se imi të rrezikuar edhe në këtë aspekt. S'po them që kam ndodhur, se me lehtë Allah s'ndodh, po kam mendim për Zotin, ama s'bën me kon pasiv në këtë aspekt. Po a jemi të rrezikuar edhe në shpërbërje kombëtare? Po. Edhe në shpërbërje territoriale jemi të rrezikuar ato. Lakmit e fqindve tanë, halas kanë pushu me nëjë gëltit edhe do të rruje tjera ato, që ne nga gëltit shumë tjera. A kanë pushu, a kanë thonë balu bomo, ju kanë marrë shumë, marrëm ju marrë hala. Psa ju venë marrë, hala kanë prendime, edhe që të mëramë të me në e marrë, deri në fund. Edhe s'knaqen, deri sa nuk arrinë situata, ose me në azgjësu, ose me në pushtu. Na për ta zvlim si njerëz, na për ta vlim si shërptor veç, na jena hizmeqar për ta, qikaq, për ta na smeritoj me pas shtet, andaj punojnë gjithmonë që kështë shtet me bu ju funksional, me bu dëmon të dobët, ju në zhvillim, me nëzit migrimin jashtë me do njerëz për të shpartalun në mërgat, apo e që në besin vend e boshatisura, shkollat e boshatisura, xhamit e boshatisura, planikujt është kë. Zbesoj që dikush i shkan menet, a dhe mi ashari që të ka pas njët me bua, apo, zbesoj që dikush i shtu menet, apo, jo aj për me, për që shka menu e ka kalzu, a e ka kalzu, me 55 antar ka dik, ku ka dik, në altar në shpiz vet, në prak shpiz vet ka dik të nëzërë, po, për me kalzu se e jo në ashtë, nuk e jepëm, desu ma se jepëm, a së është mi aftushme që kjo sakrificë, këto kriza, këto situata, mu dash ma shumë? A së është mjaftueshme? A së është mjaftueshme milion të banalitete, e do lëvizje, e do qartë saktuara, për të njëra Allah se kemi tjera kriza. E po, është sfidë të nëzë. Në edhe nivel të popullit, po edhe nivel të komunitetit si muslimanat. Po mënoj musliman në kuptim edhe të praktikuste të kejtë tjertë. Bëjë mënoj që funksionimi, për shambull, maj unifikumi i mërgatës është i kërkumë apëtën. Është i kërkum. Për shkak se të ndërozër, ju e keni pasë, veç të nejtë afer edhe të u bashku, keni mbjetu dheri më tani apëtën. Me pa qenë të shpartaluar familje, e kështë daru vetë gjuhën ju e tjertë apëtën. Po, xhamijat kanë qenë një prej, se s'du me mu e tjera apëtën, pa tjetër, po përvlasë për ato që ka e di, se xhamijat kanë qenë një borim i rëndësishëm, i ruajtës e identitetit edhe kombëtar të gjuhës tonë, por edhe fetar të islamit tonë apëtën. Për pak se në bashku, sa ka dhonë frëtë, apëton. Unë inkurej për këtë bashkim, apëton. Edhe të xhamive, mrena bashkësive të caktore islame, si kurse është të në bashkësi islame, apo, që xhamijat funksionojnë në kuadrë të këtij autoriteti. Dhe bashkësia islame është realisht përfaqësues si legjitim i besimtarët të i vënë, apëton. Unë menoj që bashkësia islame e Kosovës meriton që tjetë edhe përfaqësuese edhe e xhamive të Mërgatës. Unë që këtë jetë baza, e ato të unifikohen, pastaj mbi bazën e këtij funksionimi që është këtu apëton. Qëtimi bashkë brenda dhe jashtë.
Po kjo ka tjera formate që funksionon është, ka tjera muhabete, ama dua të them që na jemi të sfiduar edhe tek uniteti apo. Ne jemi të sfiduar tek uniteti. Ti më unik. Mundësit me kon unik janë shumë. Kur s'kemi pas më shumë mundësi apo. Shkoni për shkak të ndrozur veç lëvizjen e lirë që kemi sot elhamdullah. Përpara e di kur dal dikur në Gjermani apo. 20 vjet si ka pa prind apo. Zonën veç e u kanë. Kamerë s'ka pas, me çka më pa. Sot çdo 5 dakika mush me fol. S'ka pas. Me dalë s'ke mujt, një vizë me marru kon. Domthon kush e di arritja tashme e madhe. Kur dikush merr ke vizë për Gjermani, ishte lajm i mahallës. Apo darku shtrejke ka marr vizën. Sot veç biletën e merr. Bilet ka të lira apo me 50 euro shkon deri në Gjermani. Që ky lecim qërvo, a është në shërbim të fuqizimit të sfidës së unitetit apo dobësimit? Dobësimit, na duhet të fuqizojmë më tepër. Mos tasë për vllazën tonë në Shqipëri. Të ndrozën. Me shku të Shqipëri ka qenë vepër penale. Je burgos. A ka qenë çtu në fakt të pushtuesit? Çfarë ka qenë? Tash sonte dhe skjerën, as tu të shitnal kush, as që të vetë kush. Deri në fund atje në Saran shkon apo ku do kofta atje apo që i kanë është 500, 600, 700 kilometra apo nalesh ku dush, flen ku dush, falesh ku dush apo flet me kën dush të merr vesh. A nuk ka lehtësim kjo? Po, por që ata i ngju peshme në da. Që ata i ngju peshme në marse, ky lehtësim po na fuqizon, po na bashkon. E bashkimi nuk është i mirë për ata. Nuk është i shëndetshëm për krejt bashkimi jon atë. Po na duhet me insistu me u bashku ma tepër, me u vizitue, me u dashte, me u respektue, me u ndihmue. Andaj edhe e falëruam mërgatën fillim e thash, meritojnë edhe falim për vizitit që po vinë, se i ke kontribukujt, unitetit e bashkimit e razillokët me zvete. Andaj, unë i shoh që presin me orë të ranë kufi, edhe vjen, ku vjen? Në Kosovë, të deti s'ka turizm madh, vjen të populli vet, të shtëpia vet, që kjo është me të vërtetë për certifikat nderi që do të më ia dhunë ato. Sa ai vjen veç për shkak se e don këtë vend, po edhe don që më mot lidh farefisnore, edhe fizikisht me të afërmit e tij. Nga sa i mund në telefon më bëjeni mirë jemi, u kry kofshi mirë edhe mas në 2 vjet të shihemi apo. Po se ban këtë punë apo. Prandaj të mundësitë janë të shumta që ti më të unifikuar. Projekte ka shumë, nevojë ka tepër. Prandaj ne duhet që ta shfrytëzojmë këtë situatë, këto mundësi, këto rrethana edhe ti përgjigjemi sfidave, krizave, problemeve tona me një grusht të fuqishëm të unifikuar për kundër dallime që mund të kemi. S'prish punë të ndodhur. Dallime ka pas gjithmonë, edhe ka me pas. Nuk mund me kon të uniformuar as mendimet tona, as çështjet tona. Dallojmë, jemi njerëz. Por duhet jemi të unifikuar në qëllime të madhore, në kauza të përbashkëta, edhe në trajtimin e përbashkët të rreziqeve. Apo të ndrozur cila familje sot thot për shembull këto shturje tash janë apo këto tendencat e degenerimit se prekin familjen tëm. S'ka të bëjë me mua. S'ka kështu të nëzë, nuk ka kështu mo. Kanë deportuar në çdo shtëpi, që përmes ti, telefonit, djali i vajzave të afër te rrin, Allahu alem kanë pengan. Aty veç patnin. A nuk ka sfida? Sfida është. Të gjithë fëmijët tanë janë të rrezikuar nga zhvlerësimi i mësimit, apo nga zhvlerësimi i respektit, edukatës, zbehja e besimit, apo dhënia pas argëtimit e dëfrimit, krejt jemi të rrezikuar. Andaj s'ka lidhje çamenon të çamenojene. Fëmijët kemi të rrezikuar, të armë kemi të rrezikuar, adhëun kemi të rrezikuar. Asoj kjo thirrje mjaftueshme për t'i lënë disa banalitete, dallime të caktuara bashk, vazhdojmë tutje në ndërtimin e vendit tonë. Bashk vazhdojmë tutje në mbrojtjen e këtë asaj që dikush është sakrifikuar për ta. Që na ka mësuar Allahu azza wa jall. Prandaj Allah çka tha? Wala tanazau. Mos u dani, mos u përçani, apo pse çka ndodh pastaj? Fatë fshelu, nga se tani dështoni, o të bëri hukum, edhe pastaj ju delera. E ke pa diku i ka dolera kësaj pune. Don u prish. I ka dolera. Si të përçani, ju merr erë armiku, s'ka sa për tyne, ko ka ndoptën. Ama kur të merr erë e era e fuqishme e unitetit ja mbush hunë të ti, pastaj edhe mendje shkon pak më ndryshe për me e synu këtë vend apo të arme e rinisë tona. Ma e të rëzër, jemi të obliguar me mirëbët lidhin që Allah ka thonë innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vëllezër. Vëllai s'ki ku më e quaj, vëllai ki jap. Të pëlqen, pajtosh, vëllai është Allah. S'ki ku më e quaj.
tonën, si ku me quam, ku ki me quam, jo të jështë. Prandaj, kemi obligim që të investojmë sa më tepër në unitet, në bashkim, në bashkëpunim të fushave të ndryshme, edhe në investime, edhe në ndërtime, edhe në mësim e gjitha potenciale që i kemi në shërbim të ruajtjes së identitetit tonë, të ardhmës tonë dhe mbrojtjes nga rreziqet që na kanosin e që thash janë të formave të ndryshme. Këtu janë 3 sfida që dashur të më përmend me disa mundësi anësore që ka shumë më konkrete, më praktike, normal që nuk duhet tash me shpalosur këto projekte të detajzuara, por të në përfundim ajo që më ne duhet të pas parasysh është se askush nuk e ka luksin me nejt komod kash i sfidave. Jemi të rrezikuar, kërkon vëmendje, kërkon pjekuri, kërkon angazhim, kërkon vëzhgim, vëmendje të caktuar, kërkon konsulta të vazhdueshme me njerëz përkatës, me xhallar për çështjet e besimit, të edukimit, të formimit, mbrojtjes nga shturet, me u konsultu, me bisedu, me bu projekte, programe të caktuara që e ruajmë identitetin tonë dhe kjo kërkon sikur të thash edhe lodhje për kushtim. Ai që mendon se dikush tjetër ja kryen obligimet e shtëpisë, çaj e ka qel derën e shkatërimit të shtëpisë vetëm. E shpesh e prind të rrezër preferojnë që një fëmijë më javlet telefonin, thotë se s'po kam nerva me ngua, që ti po habitet apo. Vallahi s'po habitet, po që ti po shkatërrohet apo. Që ti po shkatërrohet. Sot prind nuk kanë sabër për fëmijët vetë Allah. As me ngu, as me eduku, as me përcjell, as me kurrë. Krejt angazhimi është unë të mos me kon, me pas teshat e mira, edhe me pas një telefon të mirë që shokët kur i nxirin ata të vet, edhe ky më nxirr një që mos mundi keq se kapton. Kaq më tepër. Ku është edukata, mësimi, ku është ndërtimi, besimi kështu me radhë. Prandaj të nderuar prindër, keni obligim ndaj fëmijëve juaj, ngase nuk ka asgjë më të rëndësishme në jetën e juaj mas Allahut se familja juaj. S'ka më të rëndësishme. Familja është e rëndësishme. Pa familje as shoqëni s'kemi e as shtet nuk kena me pas Allah. Duhet me ruajt familjen me krejt ato që kërkon dhe me mbrojt nga çdo tendencë shkatërimit edhe shturjes. Allah është përbleft, i nderoj familjen shumë për mundësinë, por edhe respektin gjatë dëgjimit, me të vërtetë është një ambient shumë i këndshëm në kuptim të qetësisë dhe vëmendjes. Allahu i nderoft, Allahu na takoft mira gjithmonë e na bëj bashk kundër rreziqeve dhe bashk në shfrytëzimin e potencialeve që na i ka dhënë Zoti për të mirën e asaj që Zoti na ka mësuar dhe na ka orientuar në te Muhamedi alayhi salatu wasalam. Allahu shpëlbeft wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.